Migena, çfarë mendon për ndomjen? Mike dashur, për ndomjen mendoj që ndomja nuk është e mirë. Kur nuk është e mirë, por nëse nuk kuptohesh me një person dhe nuk më ngjit asgjë, atëherë është shumë e mirë. Pse do thoni? Sepse ndonjëherë e kam një fjalë babës tem prap, me një person që nuk të shkon muhabeti, një kafe nuk mundesh me e pi për 1 orë, e jo më me e bu një jetë tonë. Meq, ne rritemi dhe zhvillohemi dhe kuptojmë që shumë njerëz nuk rriten dhe nuk zhvillohen si ne. Dhe sado që ne mundohemi, sado që ne japim gjithë energjin tonë që ky person me na kuptu, ky person me qenë me një vëzhgim me ne, apo me një rrugë me ne, prap nuk funksionon. Pse? Sepse ne jemi të ndryshëm. Prap se prap, unë nuk do t'ju kisha sugjeru mundo me njëherë. Edhe nëse ndoheni, jepini kohë vetes. Jepini kohë vetes, mundohuni ndoshta edhe njëherë me pas bisedë bashk. Më e mira është, unë mundohem sa herë kështu, që prap të keni një lidhje shoqërore, në thonjsa, nëse bën, shkaku i fëmijëve, nëse keni fëmijë, por edhe nëse jo, është mirë që kuptoheni, sepse duhet t'jeni edhe falenderus për atë kohë që keni kalu bashkë, sepse ti e ke tërheq partnerin apo partneren që ty të zhdosht. Do të thënë ti se ke pas kur partnerin gabim. Me atë energji që ti e ke pas, ti e ke tërheq atë partner. Me ato bindje që ti e ke pas, e ke tërheq atë partnere apo partner. Prandaj, kur të ndoheni, mos vraponi në lidhje të reja. Jepi kohë njëri vetes, sepse ndoshta ndoheni, por prap e rigjeni veten, apo e gjeni veten prap njëri tjetri, mos t'ju interesoje shumë se çfarë thonë tjerët, por rëndësi ka a kuptohesh ti me atë person. A kthehesh ti për fëmijët të ai person, apo kthehesh ti për atë person? Atë kupton ai person dhe a hec rrugën me ty bashk. A është shoku joti, apo shoqja jote, apo ka me të bëj pengesë. Gjithsesi, secilit partner apo partnere, uroja gjitha të mirat. Secilit partner apo partnere, falenderoje. Çdo lloj sjellje nëse e bën. Ndoshta është akoma në egon e vetë, ndoshta akoma është mërzin e vetë, ndoshta akoma është në bindjet e veta, edhe pse nuk është problemi jot. Por, gjithsesi, ure gjitha të mirat, mundohu sa herë, sa të mundesh, që ta bësh më të mirën, kuptohet që ndonjëherë ke bu aq shumë dhe thu, tani është stop, mo deri tani jam mundu mirë, tash ti ure gjitha të mirat, por po t'lej aty ku je. Dhe shumë njerëz njëtën time, unë ju a kam oru gjitha të mirat, por I kam lanë aty ku janë, sepse nuk kanë qenë mo pjesë e rrugës time. A jam falenderuese që I kam pas? Po, për çdo të mirë dhe për çdo të keqe, sepse gjithçka mu më ka çu përpara dhe më ka bo këtë person apo këtë njeri që unë jam sot. Gjithkujt jam falenderuese. Gjithkujt. Prandaj, nëse jeni duke pa që lidhja juaj nuk po funksionon, merr kohë njërë për veti. Merr njërë kohë për veti. Nëse ti po e ndjen për momentin, tani vetja ime ka nevojë thjesht për veten time, merre këtë kohë. Dhe vendos më në fund atë që ty ta thot zemra dhe shpirti. Ndomja nuk është kurrë e mirë, por kur nuk funksionon, është shumë e mirë. Ju përshëndes, apo miq dashur dhe diçka tjetër, ndonjëherë për fat keq, po më vjen edhe shumë mesazhe që nuk kanë lidhje me këtë që unë e bëj dhe ju kisha
dëshiru me zemër dhe me shpirt, ju lutem, nuk tu kërkonin me bloku këto faqe apo si në YouTube, si në Instagram, unë i kam hap me ndihmu njerëzve nga provojat e mia që unë kam kalu me ankthin dhe depresionin, por edhe me mësimet që unë bëj marë në këtë drejtim. Nuk kam asnjë lloj interesi për kërkonin, ju lutem, më duhet mrapa m'ju bloku dhe nuk kam dëshirë, sepse edhe personat ndonjëherë që bëjnë disa komente që nuk janë okay, do më thënë që unë i prekin ndoshta me fjalët e mia, sepse ato kanë me punu me veten, unë prapë mbas disa jave apo mujve i liroj prapë, më thënë i çbllokoj, sepse ju a jap prapë mundësin që të punojnë me veten e tyne dhe që ta kenë mundësin të marrin këto mësime dhe të zbatojnë për jetën e vet, por aty është asnjë lloj interesi për diçka tjetër. Prandaj ju lutem, mos më çoni mesazhe që nuk përputhen me këtë që unë e bëj. Ju përshëndes edhe një herë, natën e mirë dhe gjitha të mirat e kësaj botës, ju dua shumë.